Jo, përshëndet njerëz dhe mirë se erdhet ke episodi 2 të Grenit. Ju falenderoj shumë që më keni sugjeruar për pjesën e dytë të Grenit nga Garazhdi Oben. Ju falenderoj shumë nga zemra për komentet edhe po më burkoj shkoj me lojën edhe po, shpresojmë që të jetë si herës së kaluame, që ishte shumë e lehtë, domethënë që kemi gjetur shumë gjëra afër. Jo afër shumë, po më burkoj nisi me lojën. Okej, është dita parë. Okej. Shpresëm që të jetë libri aty në fillim, nuk është. Okej, kjo është një fillim jo aq i mirë, por në rregull. Siç kemi bërë ke video e kaluar, marrim këtë dhe bëjmë atë glitchin. Sepse po, ai glitchi më ndihmon shumë. Do thua ju pse bën atë glitchin gjithmonë, po nuk më intereson përderisa developeri i lojës apo krijuesi i lojës nuk e ka rregulluar. Përderisa ai nuk e ka rregulluar, do të thotë që ai e ka lënë ka stile sepse mund të ndihmojnë disa që po s'ka nevra. Kur që presim Grenin që të vi, që besoj ai vjen direkt se ecën si Ferrari. Siç e keni parë dhe episodi i kaluam, sa shpejt më ka ardhur. Okej, erdhi Greni. Greni luta mos e hidhin tokat. Greni, çfarë bën aty? Greni ti supozohet vish këtu dhe të hapesh tek e dera. Greni, nuk supozohet që ti të ndalosh aty. Ti supozohet që të vish ke dera të ma hapesh derën me glitch. Po. Bro, mos më thuaj që të shi... Okej, nuk foli fare. Pra glitchi nuk funksionoi. Kjo ishte... Okej, kjo... Do të thënë video që kaloi, po na ecë loja shumë mirë, edhe tani po na ecë shumë keq. Do thuash ti apo sepse ne nuk mund ta marrim dot me atë. E marrim dot? Jo. Nuk është aq mirë për ne. Sepse nuk funksionoi glitchi. Oh jo. Ju betohem se pa glitch është pak e vështirë. Okej. Nuk e di as ku është Greni si fillimisht. Bëjmë pak zhurmë. Okej, Greni është aty, domethënë që më mirë është ku Greni na ndjek, sepse ku nuk na ndjek, ne nuk e dim se ku është Greni, kupton? Kujt që ka vënë një kurth aty, po nuk mund të kapësh si herën e kaluar, që më ke trembur shumë. Po, gjyshe e keqe. Kujt që pa më burko, futemi këtu poshtë, sepse mund të na kapi shumë kollaj. Okej. A mund t'ullet Greni këtu poshtë? Sepse është bërë loja update dhe kam frikë se mund t'ullet. Mos ul, tu poshtë nuk ka asnjë gjë, si ke episodi kaluam që tham, tu thisha rrobat e tua të vjetra. Po. Shumë faleminderit, edhe mund qeshesh, po. Kemi këto që pret. Ma mirë të kishim gjetur. Po. Domethënë tani na duan shumë gjëra për shumë gjëra për makinën, kështu që është Greni më aty? Jo. Pa unë bërko shkojmë jashtë, edhe marrim gazolinën që është 100% këtu. Në fakt janë 100%, duket se disa raste nuk është. Po, edhe ai rast është e shtyp. Nuk e di pse jam kaq i pafat, por po. S'ka problem. Shohim nëse ka diçka këtu. Jo. Okej, bërëm zhurmë. Që të hapim vetë më atë kohë, edhe kemi hapur 3 gjona për i herësh. Kemi hapur këtë që vjen nga tuneli tjetër, kemi hapur atë që do ta presim tani me këtë. Kam trembur, bro. Si erdhi kaq shpejt? Të beton që Greni është personi i parë që e ka krijuar Ferrarin. Nuk ka shanse. Nëse dikush e shoh në komente që thotë e ka krijuar dikush tjetër, s'ka shanse nëse nuk është Greni. Thjesht Greni është me jo V10 as e kanë thënë kjo episodi kaluar, por V12. Okej, Greni hiku. Hike po, okej. Gazolinën ishte aty. E ngjon këtë Greni? E ngjon zhurmën që e prevëm ne? Se besoj. Okej, marrim gazolinë. Edhe shpejt edhe shkojmë te makina. Makina është tu. Okej. Greni është duke ardhur, kështu që nuk mund të shkoj jashtë. Edhe sigurisht me pa, se si më ka parë nuk e di, po, kjo është Greni.
Greni nuk e di. Greni duket si një hacker, sepse unë isha jashtë murit, më thënë, nga muri tjetër edhe nuk e di si me pa. Sepse ku je kështu, nuk mund qohesh dot poshtë, sepse kjo është edhe moshuar më burr. Përderisa është e moshuar, kjo do t'i ketë syt pak si me mjegull, si blurry, e kupton? Ku iku? Okej? Veç mos më thuaj se ka zbritur poshtë. Shumë bukur. Shumë nice. Edhe di një stil shumë të bukur. E kam parë edhe këtë në TikTok, se them te çdo pjesë them që e kam parë në TikTok, po duhet që të dish disa glitche që të ndihmojnë shumë. Më besoni mua të ndihmojnë shumë thjesht. Për shembull, tani vjen Greni këtu dhe ne e mbyllim këtë me Grenin, edhe Greni vdes aty. Jo komplet, por për disa sekonda mbylle. Nice. Këtu nuk janë mua ato jeshilet, mos. Pjesa shotgunit, wow, sa afër, okay. Edhe pjesën e shotgunit këtu, na duhen edhe 2 pjesë tjera. Heqim këtë, sepse Greni tani është vdekur, heqim edhe këtë. Çfarë ka aty? Bosh. Kjo video s'pënohet se ndashmi, okay. Greni hiku për 1 minutë. Hapim këtë. Thank you. Faleminderit. Mos kaloj pa, faleminderit. Edhe ku është kjo që e mbush makinën? Tu? Jo, ku është? Nduk se është tu para. Ha? Kam harruar ku mbushet makina. Ju lutem mos më përqeshin në përgëmende se më duhet qelsi makinës. Po. Qelsi makinës, po ku mund të jetë qelsi makinës? Më duhet ta fik kët, sepse na duhet ta fikim kët, sepse më duket se ajo harxhohet. Zi një kohë që ajo harxhohet. Okej, çfarë kemi aty? Kemi ato që pret, por e heqim këtë. Tani Greni besoj që është ringjallur, sepse në 1 minutë. Kush voli? Numri 2. Okej, por numrin e dim për çfarë është tani. Numrin e dim për çfarë është. Okej, very nice. Makinës. Nice. Një pjesë tjetër për makinën. Shumë bukur, shumë mirë. A më duk mua po pash librin këtu. Bravo. Okej, gjithçka po ecë mirë deri tani, edhe një pjesë tjetër. Edhe, po. Gjysha u rikthye. Ç'a bëre gjysha mirë? Ika. Po. Ke episodi kaluar s'kam pa fare gati ke kuzhina, edhe nuk e di si kam fituar lojën pa parë fare ke kuzhina, sepse 80% të rasteve gjysha i lën ke kuzhina shumicën e gjërave, po nuk e di se si e kam bërë atë. Po më duket si nga që keni bërë like dhe subscribe, që ju falenderoj shumë për like-et, sepse mua s'meti ta shumë videot me shikime, por me like po, ju falenderoj shumë se cilin nga ju kush ka bërë like. Edhe po, tani Greni është... S'ma ka trembur, bro. Thjesht ngriva si person aty. Okej, do më thonë tani është pak loja më vështirë, sepse disa gjëra s'kemi bërë dhe është... Nuk ka shumë që ka filluar video dhe është dita dytë. Ke video e parë, kemi pas bërë pak më shumë progres, dhe kjo video s'kemi bërë gati fare progres. Po, na duhet si s'bë weapon key. Pa weapon key është pak e vështirë, kështu që hapim derën direkte. Hapim derën edhe shkojmë këtu. Bateri për makinën. Nice. Okej, mos harrim që Greni është gjallë, kështu që po. Po ty të kisha ngoj më ty. Për ti po flisja. Po ti më gjoll mu qa flas. Gocë kish. Jo, s'ka shanse të më vrasësh dhe ti, më vjen drejt. Okej, se i kemi disa gjëra. Më duhet ai vrençi, ose po, si quhet. Vrençe diun. Na duhet si s'bëj çelti makinës, pra. Bro, mos qesh ma. Pse më duket si koka Grenit ajo. Okej, shkojmë këtej. Më duhet dhe kaqa video për aty, që me dha pet blocking ke video e kaluar, që bërëm dje. Kështu që po, shkojmë këtu, te kjo. Jo, bosh, okej. Mos, bëra zhurmë, po ndë një gjë këtu, jo. Shkojmë, sepse Greni mund vite nga sekundin. Okej, po rrim pak këtu. Okej, dhe më thonë Greni ka hikur besoj.
Dhe ishte mirë s'ku të bënim pak zhurmë këtu, po. Edhe të kthehemi, po, të kthehemi këtu. Sepse më duket se kemi parë aq mirë këtë vendin këtu lart. Sepse ky vendin këtu lart ka edhe më shumë gjëra. Mos bra prap zhurmë. Okej, shohim këtu poshtë. Pjesa tjetër e shotgunit, nice, shumë bukur. Tani thjesht na duhet edhe një pjesë nduket e fundit. Oh, kjo nuk e di fare për çfarë është, po e kam parë edhe ke episodi i dytë që ma ka dhënë nga fundi. Oh, Granny. O sa i shpejt është, a e kam bërë hardun? A është normal apo është hard? Nuk të sepse Granny për e të shumë shpejt. Okej. Granny është akoma këtu. Granny, a më t'i kesh lutem? Lutem, okej. Presim Granny. Po, do presim Granny që t'iki sepse është të nete aty. është duke ndenjur aty dhe po si e ka shkopin. Po, si shkop bejsbolli. Në fakt shkopi bejsbolli është... Nuk e di pse veçëm qeshen Granny. Dikur edhe ka pas fol. Po, më duk se ka fol duke episodi i kaluar. Po. Granny hiku. Hapim të këtu. Fuse! Bro, për në heqa shumë video mirë. Okej. I tërheq fjallet që thashën fillim sepse video për në hecën perfekt fare. Shumë pjesë për makinën edhe pjesë shotguni gogja. Okej, kjo këtu nga ka blokuar rrugën. Okej, vendosim pjesën e shotgunit tu në fund. Edhe tani na duhet vetëm pjesa e vogël. Që... A kemi ndonjë gjë këtu që të bëjmë zhurmë? Okej, me këtë. Mund të vrasim Granny, po pse para ndezim këtë. Sepse pa ndoshta nuk kemi më kohë. Bëjmë zhurmë. Presim prapa derës dhe presim Granny që të vi, sepse besoj që është afër, sepse bëra shumë zhurmë. Ose ndoshta nuk mund vi dot. Oh, erdhi. Kush nuk vi dot? Ferrari nuk vjen dot? You wrong, bro. You right, bro. Dhe me thënë, e futem Granny aty brenda, edhe Granny mund të vdesë. Edhe ne mund të shikojmë rreth qark shtëpisë pak më shumë. Në kuzhinë po, se po haroja prapë. Shikon? Nuk e di pse, po në kuzhinë shumicën e rasteve nuk shikoj shumë. Çfarë ka këtu? Special key. Kjo është special key që enda trova me spider key. Oh, pjesa fundit e shotgunit. Okej, i lëm tu në tavolinë. Çfarë ka këtu? Bosh. Çfarë ka këtu? Asgjë. Më fakt kemi gjetë dy gjëra me vend, kështu që kodi nuk na duhet se do dalim nga garazh, do të thonë nga makina. Pa humbur kohë shkojmë marrim shotgunin. Dhe deri vrasim dhe Granny se 1 minutë e si shumë shpejt në këtë lojë. Okej. Herëm nga shotgunin dhe vezëm të usim këtë, marrim shotgunin, e mbushim shotgunin, e tani do vrasim. Foli Granny? Duket se foli Granny, okej. Granny, kam një surprise për ty me shotgun, si e kalume. Hajde poshtë. Hajde ti të vrasëm tani. Okej. Granny, ku je? Granny. Ta fikim paket. Okej. Granny. E di që je ringjallur, ku që mund të vish pak poshtë? Jo. You can't do this to me. E di që je ringjallur, ku që nuk të mashtron dot. Po, dhe e presim Granny këtu, derisa të vi Granny. Oh, fuck. Jo, unë kam bërë lojën hard, s'ka shanse. Jo, unë kam bërë lojën hard. Okej, do më thëmë presim Granny. Okej, majnë të ganin. Okej, çfarë momenti më ke kapo Granny. Jo, loja është hard, 100% loja është hard, nuk ka shanse që Granny heci atë shpejt. Pse po luta ka muzika, okej. Po më burko, shkojmë poshtë tek ai zogi. Po, shkojmë poshtë tek ai zogu, që nuk e di çfarë vendi është, tu duket është po, okej. Që të mira asajt butonit kush që është. Po. Edhe që të marrim, s'kam pa fare që ka aty poshtë. Në fakt s'kam shku fare aty poshtë, sepse kam ardhur deri këtu. Edhe po, shkojmë poshtë. Edhe shpresoj që ti të çekigji, sepse me çekish më bëjmë shumë gjëra. Është kjo. Është vetëm ajo. A di ç'ke ti po e hapim sepse mund të na ndihmoj ai gjëja kuqe që e vrasim Granny. Ky skeleti këtu është. Që po këmë përdashin, po. Këtë e marrim. Dhe për rast e emergjence, vendosim pikërisht këtu. Po, se këtë vi Granny në thjesht shkojmë kështu dhe Granny në ndjek neve, okej. Easy peasy. Marrim të shotgunin që është bosh. Shkojmë këtu.
Këtu. Okej, hedhim këtë. Në fakt se hedhim do. Thjesht tani do zbresi poshtë. Edhe kjo kuzhina kemi lënë fuzin, a? Po s'kemi gjetë akoma qelsin e makinës. Por që kemi arruar të bëjmë? Kemi arruar të bëjmë glitchin, por si fillimisht do vrasim prap Grenin, sepse besoj që është ringjallur, se nuk rinë apo ringjall. Edhe shpresojmë që të ketë ose qelsin e makinës ose diçka qels tjetër, por jo për derën. Do një qels për çfarë do ke pedloki, a? Po, pedlokin, sepse janë drunat e njëjtë. Po, tani presim që të shohin Grenin. Greni është ringjallur, 100% është e ringjallur. Kështu që e presim Grenin këtu. Okej, erdhi Greni. Hedhim shotgunin këtu që më thon poshtë ke safe key. Poshtë ke safety. Edhe do bëjmë pak, s'kemi s'ta bëjmë. E vrapa Greni, prandaj nuk kemi s'ta bëjmë. Na duhet çeki që si s'bën. Po, edhe special key. Po, mund të bëjmë diçka me këtë special key. Thjesht shkojmë tu lart. Po, e hapim këtë derën që është për special key, e hapim këtu. Edhe tani do të marrim shotgunin. Marrim poshtë shotgunin sepse kemi lor poshtë. Ku e lam me kasaforta, shumë e bukur. Edhe me kaçavit, që ke episodi galuar kemi bërë shumë pak punë me kaçavit, por e kemi bërë në fund. Edhe kam harruar fare që kaçavit ekziston. Kështu që marrim një plumb që mund të ketë këtu, besoj. Ka pas. Këtu. Edhe do shkojmë pak lart, numri 2, mos harrim numrin 2. Shumë bukur. Hypim pak lart. Edhe do shkojmë tek ajo për special key. Shumë bukur. Edhe lart është mirëmanga vogël, besoj. Çon veç mirëmangën e vogël mbaja mend. Të mirëmangën këtu. Ka pas edhe plumba këtu, më falni shumë, por në kam harruar lojën, kështu që i dim kësaj. Ajo ka ngecur tani. E mbushim këtë për çdo rast, kupton, sepse Greni mund të jetë ringjallur. Vrenç shumë bukur. Tani thjesht do presim Greni që të vi lart, që ta vrasim edhe një herë. Greni, ku je ti? A më duhet mua apo kesh një derë sekrete këtu? Nuk e di pse, e di që e tu ardhe edhe prap më trem ti mua. Se kuptoj, E lem këtë këtu, marrim vendin edhe shkojmë direkt ke makina. Edhe sigurisht Greni dhe e vdekur më pengon, Tani thjesht do hapim këtë se bën. Çfarë ka atje? Safe key, Pas ka safe key, po na duhet ajo që e pren, që nuk e di ku e lam. Atë që e pres. Gëshërët ose si quhen. Ku i lam ato? Mos, bro. Seriozisht e ke tani i humbëm. I humbëm seriozisht? Por hajde di ku është atë qiri tani. Do ishte mirë të marrim shotgunin tash me vete. Sepse na duhet shotgunin ta marrim me vete. Do të më marr shotgunin sepse e kam edhe të mbushur, e kam gati. Dhe marrim shotgunin. Edhe shkojmë poshtë tani dhe eksplorojmë më shumë shtëpinë me shotgun në dorë. Mund ta shikojmë Grenin nëse kalon aty poshtë, po se besoj. Nuk kemi parë në tualet. Në tualet s'kemi parë, S'kemi parë në tualet, E presim dhe një Grenin. Greni është pak më shpejt, nuk ka shanse nëse Greni nuk është modet. Greni është shumë shpejt. Greni, ti je shumë shpejt. Nëse kjo loja është normal, thjesht ma kam bërë me hile. Si ka ra, headshot. Këto pjesët janë për një ditë shtesë, më duket. Kemi harruar gjë këtu, jo. Shit, çafati. Ku kemi harruar çukën? Kemi harruar çukën këtu, më duket. Kemi parë këtu, Desa këtu na duhet libri, që ku e pam librin, këtu çka ka? Jo, asnjë gjë. Kuzhina e kemi parë. Ja ku janë këto. Po na duhet bëjmë glitchin. Mund ta bëjmë glitchin me kodin, shikoje. Sepse ndonjëherë duhet edhe të mendosh që ta mashtrosh Grenin. Do të thënë mund ta lishosh kështu, edhe Greni mund vije. Po e lëm një herë këtu sepse Greni është e vdekur tani. A bën zhurmë kjo apo s'bën?
Paka shumë. Se besoj që mund të funksionoj, po e provojmë. Duhet gjem librin. Diku e kam pa librin. Po, më duket se kam parë kryesortari këtu. Më duket se kam parë kryesortari. Ja, s'është. Fuse. Fuse. Apo nuk është fuse. Nuk e di apo e ngatroj, po në fuse. E di që e ka emrin. Nuk e di apo e ngatroj. Ju kërkoj shumë falje nëse po e ngatroj, por po. Granny është ngjallë. Nuk e di ku është Granny në këtë moment, po kam një super ide. Do shkojmë te poshtë edhe do bëjmë zhurmë edhe dalim nga krahu tjetër, okay? Nuk është këtu ajo para poshtë, ha? A mund të bëjmë zhurmë ku kjo është poshtë? Se besoj. Po kam një ide, mund të bëjmë zhurmë shumë. Po. Edhe mund të shkojmë poshtë ke makina. Granny tani mund të shkojmë ku kemi bërë zhurmë, ne? Edhe ne shkojmë poshtë ke makina dhe vendosim të. Tani na duhet thjesht padlock key. Po, duhet padlock key edhe çelësi makinës. Edhe po, diçka ka këtu që çelësi makinës jam shih përshë ose mund të jetë shalçini. Mund të jetë shalçiri. Po, mund të jetë shalçiri. Okej, kam pak frikë. Okej, Granny, nuk e di si po lëviz, ku e di që Granny është duke hec. Okej, libri është këtu. Libri është këtu. Nice. Libri është këtu. Okej, bëra zhurmë. Mund ta mashtroj gjyshen sepse këtu është tavolina e madhe dhe mund ta mashtroj. Gjyshe ku je? Gjyshe, hajde këtu. Gjyshe. Ku je mshehur? Okej. Hajde gjyshe, hajde. Hajde gjyshe. Hajde gjyshe. Hik gjyshe. Po, do mbyllim të derën edhe do mshifemi poshtë tavolinës, poshtë krevatit. Po, edhe tani mi poshtë krevatit edhe përpresim që t'i muzika. Okej, dhe muzika ka hikur. Jo, nuk duhet luaj ku kam shetasi. Shpresoj që mos tjetë. Po, pra bëri zhurmë. Okej, Granny më ndoqi deri këtu poshtë, që nuk kisha zgjidhje tjetër përderisa të mshihja këtu. Edhe përderisa të hiqi Granny. Okej, Granny besoj që ka hikur. O zot, shi. Ka vënë prapë kusht, apo jo? Nuk e di se. Nuk e di sa kushte i pas ka pas, po. Babo, dy kushte këtu, që s'ke shanse të mi dala kënje, okej. Nuk e di a bën zhurmë kjo, edhe nuk e di a ngjon Granny këtë zhurmën. Okej, Granny nuk e ngjoka, okej. Shpejt fusim librin, edhe mund të shohim për... Po, mund të shohim për ndonjë weapon key ose ndonjë gjë sepse... Në fakt, shotgunin ku e lash unë. Kam harruar ku kam lënë shotgunin. Sepse shotguni mund të ndihmojë shumë tani, sepse mund të vrasim edhe Granny. Po, edhe veç Granny mund të vrasim. Nuk besoj që ai mirë nga vritet. Kam bërë këtu po. Ku kam lënë shotgunin? E nduk se thash që mos ta harroj. Nduk se kam thënë në video, do ta lej me një vend që mos ta harroj. Okej, shotguni është kjo? Jo, Vrençi. Tu është pak keq puna. Okej, shkojmë prap lart. Shkojmë prap lart edhe nuk e di. Okej, hodhi Chelsea ajo. Edhe më bëra pak zhurmë, zot. Po shotguni ku kam lënë unë? Po, e di ku kam lënë, kam lënë këtu poshtë. Jam 100% i sigurt që kam lënë këtu poshtë. Okej, shkojmë poshtë edhe e mbani mend që thash do marr këtë që të vras Granny, ajo që e ngrin Granny. Okej? Dukse e mora atë dhe hodha shotgun. Dukse këtu e kam lënë, Apo jo. Nuk e di pse po flas kot, se kam lënë fare këtu, zot. Thjesht pa harroj për gjëra koti. O zot, ku kam lënë shotgunin unë? Bro, shotguni mund të më ndihmojë shumë. Okej. Presim Granny, pa nuk kemi zgjidhje tjetër, ose që të vrasim këtë zogun edhe të na japi remotin. Kjo remoti s'kishte gjë, kishte veçëm atë për me ngjyros, kështu që për që na duhet ai me ngjyros neve. Po, presim që të vi Granny edhe inshallah po e vet Granny nëse ndonjëherë, okej. Okej. Tani duhet me gjetë si zbon shotgunin. Tu s'ka gjë? Jo. Ka këtu poshtë, kam lënë gjë është shotgun këtu poshtë. Jo. Shpesh se nuk kam kohë, sepse veç për 1 minutë është të tegur ajo. Edhe ringjallet prap. Kam lënë gjë këtu shotgun.
Jo, tu ka vish këtu me shotgani. Kam lëzë shotgan këtu. Si thoni që kem ke Spideri, sepse nga Spideri do dalim, po. Jo, nga Spideri do dalim. Do dalim nga garazhi. Kështu që, po, ndoshta jam qejur disa gjëra nga vendi ku ajo rrin, kështu që do ishte mirë sikur të shkojmë një herë poshtë. Si thoni, unë po shkoj një herë poshtë edhe qoh mos ka ndonjë gjë këtu mbrapa që harrova më duket herë sigurisht. Okej, çfarë është kjo? Ta mund ta lej vetëm këtu poshtë. Nice. Jo, mund të hedh, sepse janë dy rrugë këtu. Një rrugë është për më ardhë prapa ti ku ishe këtu. Okej. Edhe një rrugë është për me eksploru këtë vendi më shumë, që është këtu. Po, do më thënë, nëse du me dalë unë edhe mund dalë edhe këtu. Po, se kam dalë këtë episod i kalum, po. Këtë episod i kalum edhe... Po. Shkojmë këtu poshtë dhe qojmë që ka këtu poshtë. Se ishte bosh kjo. Po, është bosh. Sigurisht që mund t'jetë bosh. Edhe... Kjo është riga. Unë atë e bërë kastile, e kam bërë kastile. Me besoni që e kam bërë kastile, sepse e dija që do më tremte. E kam bërë kastile. Pa ju e dini e për që e bërë kastile? Ha, e dini? Oh, fuck. Okej, shkëm të poshtë. Tu na duhet kjo, po. E dija që na duhet kjo edhe. E dija që na duhet të ajo, sepse... Okej, qëfar ka këtu? Mish, po ne nuk na duhet mishi, sepse... Po thuj se e kemi mashtruar ka një atë. Okej, ka këtu të kri, dhe këtë vish këtej... Unë ka lërë këtej si Ronaldo direkt e kështu. Ajde, okej, qëfar ka këtu? Okej, të gjithë... Është të më duke në gjithë? Po, o zot i madhë. Okej, pa kalë pa duke në gjithë këtë tiki. Okej, hiku lartë në duket? Ha? Po, hiku lartë. Lutem. Po, shiqyr. Okej, shkem tu. Tu është e mbyllur, mos, më duke se e di qëfar duhet këtu. Okej. Shkan shësori, që të bëjmë atë numër 2 që e pam atje. Lartë. Hape. Qëfar është kjo? Po, kjo është e mirë. është e mirë sepse mund të na qelloj diçka ke. Okej, po presim pak këtu sepse ajo mund të dalë në për rrugicë edhe. Po ja. Nuk ka, që po kanë pak vitin derisa këtë ç'duket nga këtu fare. Se çfarë është të bëu aty nuk e di. A ka mundsi ti kesh, please? Mos u kthe mrapa, sepse ti e din që un jam mrapa, po ti e budallaqe dhe ku të kthesh mrapa? Okej. Tani domethënë, unë thjesht do të më ikë me vrap tani. Vrap. Jo nuk është rruga këtu. Okej, s'po shoh. Faleminderit, shumë faleminderit. Okej. Rruga jonë për të kthyer është këtu. Shumë nice. Domethënë kemi ca shpresa për të fituar. Okej. Mund ta vrasim prap Grenin me këtë. Oh. Bro. What? Nuk e di pse gjithmonë ku bëj video me qëllim këto momente kështu. Bro, sa zbrita poshtë. Okej. Bro, sa zbrita poshtë Greni direkt aty me borxha borëmi nga shtëpia mirë. Ka nisë plumb thamu. Okej, më shifemi këtu sepse bro, ku e dinte ajo që unë do dilja aty? Shtëpia ka shumë dhoma, nuk e di, bro. Greni nuk është normal, po them, Greni nuk është normal. Okej. Jemi të sigurt. Besoj që jemi të sigurt. Edhe rrotullisim këtë, që shpresojmë të jetë çfarë të jetë. Jo master key, po të jetë të pak në shaqiri. Sepse ky shaqiri mund të marrim edhe më shumë gjëra tjera. Çfarë është kjo? Çekiçi, i tresh gjithë fjalët që thash. Po, kjo është gjëja më e mirë që mund të më jepën dikush ndonjëherë. Çekiçi, sepse mund të hapim shumë gjëra me këtë. Si fillimisht një herë, do shkojmë lart. Jo lart, po si lart duket, është pak më lart se këtu. O zoti mos e ka trembur aty. Okej. Mbyllim derën për siguri. Hapim këtë tani. Edhe ajo devita shitu e di unë, po... Qëfar ashtu? Shim për plumin. Shpejt. Vendosim ushimin këtu, marim këta. E edhim këtu. E presim tani që të vi. Mund të vish lutem? S'mora këta, shifti.
Okej, mund të marrim dhe ushqimi edhe një herë. Faleminderit. Mund vdesësh pak ti? Faleminderit, okej, vendosim këtu. Edhe marrim këtë, edhe lejmë tani. Okej, Granny ka ikur për 1 minutë, shumë bukur. Tani do shkojmë poshtë. Po, do shkojmë poshtë edhe do halim atë derën që është ai spray, sepse besoj se nga ajo loja mund të vej dhe ndonjë gjë tjetër aty, jo veç spray. Kështu që shkojmë dhe hapim derën. Okej, çfarë ka këtu? Oh, nice. Nice. Sepse jo, nuk është nice fare. Çfarë më bëj me këto ne? E për momentin i lem aty sepse nuk e di, por ama po, në qafin i lem që kishin po këtu. Shkojmë tu lart ku ishim. I lem aty, për momentin kemi shotgun, do të më hedh edhe atë që është lart aty ke dera. Do të më hedh. Ku e lam, ha? Ku e lam që kishin? Po e lam këtu brenda. Majmë që kishin. Edhe të më shkuar tani në tavan. Po, atje lart. Që nuk e bëm dot glitchin, që në fakt e morëm atë që të bëshim glitchin, por është pak si paligje me glitch, okay? Ku që mos më shkruani në komente e ke bërë me glitch. A kam bërë pak glitch dhe pak glitch. Jo, thjesht Granny nuk është normal. Okej, këtu jam i vdekur, s'ka shanse në këtu unë jam i gjallë. Okej, nuk e di, Granny thjesht nuk është normal. Granny nuk është normal. Gjithmonë te vendet që unë i vizitoj, gjithmonë Granny në shoh aty. Kjo nuk është normale, bro. Okej, kam një super ide si me heq Granny qafe tani. Jo, s'kam as ide. I lem këtë këtu. A bë shumë kjo? Shiko shotgunin, okej. Pam shotgunin. A du shku poshtë Granny? Po shkon Granny poshtë? Okej, Granny poshtë. Nice. Okej, Granny është poshtë. Shumë bukur. Tani, prishim to dhe futemi këtu. Dhe tashni do e kaloj videon derisa Granny t'hiki, sepse do dali video shumë e gjatë duke pritur veç Granny. Granny? Më duk se jakur pak si shumë pak. Ekstrem pak, thjesht 1 centimetër pak. Qaj si ju, ti më thjesht kishe para syve tuj, më afër si kash nuk më ke pas ndonjëherë. Po, tiku të shikeni, shduku ngreta ime. Edhe po, çfarë ka këtu? Shpresojmë që të mund të ketë ndonjë gjë për makinën, ndonjë na duhet playhouse key për atë. Bëjmë pak gjë këtu. Granny të na shohi, sepse unë dua që të na shohi Granny. Granny, ku je? Hajde Granny, hajde. Ciao. Okej. Na duhet shotguni tani që të hedhim atë që është lart. Ka qa vide lart. Tani do shtyp pak edhe një herë videon që t'iki Granny nga sytë e mi. Okej, ikem nga Granny. Shumë bukur. Kemi pak Granny, dhe më thënë tani e kemi Granny larg edhe mund të bëjmë dhe diçka. Jo, nuk është fare larg. Nuk di pse u futa këtu. Nuk e di. Mpa. Okej, Granny, po kjo nuk është normale që bën ti, sepse si mund ta dish ti për shembull ku unë hiki, sepse unë prita shumë. Okej, dita 3 dhe njerëz nuk e di domethënë. Për bërë gjithë këtë stres, tu vesh me fitu i loj nga makina. Çu e kam çikiçin që më vravi. O zot, ti mund të çram ti botesh i kësaj ton. Shi pak çram ti bota në kësaj. Pak më që është i bushur, papa. I bushur, deshka shumë nga jeta ti beno. Okej, presim tani se nga cila anë do vi? Nga lart do vi apo nga poshtë? Granny, kur unë të kërkoj, ti nuk vjen. Kisha fjallën që vjen. Ti vjen më bu, si s'vjen ti për bu, veç që s'vjen, shu vjen. Okej. Ku je Granny? See you later. Shif na më vonë. Okej, tani, po. Do përshku lartë dhe hedhim këtë gjën me gjën. Okej, lutem. Shpesh merë, se s'kam ko, merë, bro. Merë, nuk është kosa e kënë që është bo Granny, sepse ka i natë, sepse unë kam dalë njërë nga dera, dhe kam hedhë një tub. Ka thomë, qam ka hedhë një tub mërë burë. Unë s'pëlluja seriozisht, ka thomë me një në vetë kjo. Lutem, Rusty Pedlo Key, bro, kjo është për derën atje, ke mirë mangën.
Okej, duhet më shku ke mirë manga tash, sepse edhe ke mirë manga ka një kështu. Okej, bro, bashkë vjen dhe sa shkoj atje. Okej, jemi afër këtu që zbresin poshtë, ke mirë manga. O zoti më, vetëm për një qelci makine më burr. Vetëm qelci makine duhet edhe pet loki. Duhet edhe pet loki, po, më duhet pet loki. Shikon ti që më duhet pet loki mua? E kemi pak për me që dalim nga makina, më duhen 2 sende. Më duhen 2 sende dhe është pak e vështirë. Okej? A mund ta di se si ti dhe Greni thjesht në momentin që unë heci, ti thjesht shfaqesh. A bësh respawn, bësh spawn, apo nuk e di se ç'a bësh ti. Okej, hike? Shiku po ike më atë vend që unë duhet hiki. Okej, presim tu. Okej, hiku. Okej, jemi shumë mirë. Hapim këtë. Resti pet loki është për atë aty çuna dhe goca aty sepse ju është shpjeguar tani. Hapim tek këtu. Dhe këtë hapu. Pet loki, thank you. Çfarë? Ja, kjo është resti pet loki. Na duhet pasaj adrasa dhe chain cutters. Po, episodin tjetër nëse doni bëni like, subscribe edhe shtypni dhe zilën, edhe bëni dhe koment nëse doni që unë të dalë dhe nga tuneli, kështu që po, shkëm të shime pet loki. O zoti madh, dek shumë vend aty, mos hap më gojen. E shikoj që qelci mund gojë ta fus. Po të zhduku të shtimër burr mo. O zoti madh. Okej, pa vjen derisa dal fare nga kjo sepse shi sa ka komën o bu, shi sa ka më bu, shi. Okej, përgaloj videon, okej. Okej, prona dhe goca, besoni që kam gati qërek ore që du me dal nga aty thjesht me dishte nga mrapa. Okej, është më Greni këtu? O Gren, përsa të më po e bone ma gjë që bone shparë thjesht nuk e di. Nuk e di Greni. Nuk e di, thjesht do i kesh. Okej, nuk kam se deshin ti lartë, se më duhet pet loki këtu poshtë, okej. Këtu. Hapim dhe këtë. Dhe të shit. Shpejt më shifim këtu, sepse tani vjen Greni, sepse burën zhrum. Tani na duhet thjesht qelci makines o bro. Ku mund t'jetë qelci makines? Prit, në qa vini nuk kemi kërkuar. Me të thënë drejtën nuk e di fare se më qa vini mund t'jetë qelci makines. As nuk ja kam iden, o bro. Nuk ja kam iden sepse kam parë tek gjitha vendet. Vesh për një qelci makine, bro. Edhe astaj jemi gati t'ikim. Vesh për një qelci makine. Mos më thuj. Po, të shi më kujtua. Okej. Qelci makines është ke safe key, 100% dhe safe key është lartë, na duhet ato që t'i presim, po, tani e kuptova, por duhet ta vrasim një Greni, kështu që po. Vrasim Greni një herë. Okej, futëm Grenin mrena. Çuna dhe goca tash. Okej, e mbyllim dhe këtë, sepse nuk është Greni për një minutë tani. E mbyllim dhe këtë, edhe do të me marr ato që okej, ja ku janë këtu. Shumë bukur, thash se i kam humbë. Që i thash dele të shqyr zoti që i lash aty. I u Greni për një minutë, s'më plas fare. Okej. Shkojmë tu lart tani, edhe po. Nuk kemi vënë këtë drasin, e vëm tani. Pa problem fare. Vëm drasin këtu, marrim këto. Edhe avash të shi që mos ditem dhe aq shumë se mund bim poshtë. Hapim këto. Shumë bukur. Presim këtë, tifkim, edhe shpresojmë që aty t'jetë qelci makines. T'lutem. Të lutem. Shpresojmë që aty t'jetë qelci makines. Please. Ke safe key. Come on. Yes! Okej. Mere, bro. Come on. Holy shit. Çka ka këtu? Nuk më duhet, okej. Marrim benzinin. Shpejt. E mbushim. Come on, bro, më shpejt.
Më shpejt. Okej. Si thoni me vrapje gjysë se kam frikë. Oh fuck. Holy fuck. Bro, she was behind me. Ajo ishte thjesht mbrapa meje. Oh fuck. Bro, Grand. Të betohem se është një nga lojrat më të frikshme. Tash thjesht po planifikoja me vrap ndërkohë kjo mbrapa shpinëzim. Këtë vrasë është një zemra. Këtu t'jap drejt, tu m'ke pa, për zot se mos tu m'ke pa, o zoti mos am ka tre, mos zot. Ku plotësohet loja me katër burr. Okej, presim tani Grenin këtu. Inshallah nuk mbaron kjo. Kam. Presim Grenin desha të Greni. Okej, futëm prap Grenin mrena. E kemi vrarë 100 herë Grenin aty. Okej, ku është si makinës? Tu. Duk se fituam lojën shumë. Jem duke po fituam lojën. Ha? Po, fituam lojën. Klase, shpejt. Edhe një herë. Come on. Yes, Greni rrit vetëm tani, rrim atë. Ajo shoqja jote e ngushtë, ku është the end? O zot, fitum nga garazhi. Shqyr, Greni. Tash I vdeksh aty mrena vetëm. Nuk e di o quna. Ju lutem nëse keni parë videon deri këtu në fund, a nuk ja vlen të bësh like edhe subscribe bro, se thjesht ishte duke mra zemra për tokë. Okej. Shpresoj që keni parë videon deri në fund. Luta që të bëni like, subscribe, shtypini edhe zilën, edhe bashkë do shihemi në episodin tjetër nëse e doni. Okej. Ciao.